Kjo është shërbela, që në gjuhën botanike quhet Salvia officinalis. Është bimë mjekësore për nga rëndësia grumullues të bimëve mjekësore dhe për punues të tyre e quajnë edhe mbretnesha e bimëve mjekësore. Kjo ka shtrirje të madhe në Shqipëri, kryesisht në zonën e Malësisë Madhe e të Shkodrës. Thuhet që janë diku rreth 4000 hektar të mbjellur, është shtri pothuajse në gjithë Shqipërinë. E mira e kësaj bime është që kjo mbillet në toka të varfra, në toka që të abandonuara themi ne, pa vaditje. Kjo është shumë vjeçare, thuhet që shkon 5-6 vjet, po në qoftë se nuk vaditet, për të marrë prodhim shumë, kjo shkon shumë vjet. Kjo korret 2 herë kështu normalisht, andaj nga fundi i qershorit korret 1 herë, edhe nga fundi i nëntorit herën e dytë. Çmimi ka qenë i mirë, po është përgjysmur çmimi, ka 2 vjet që çmimi nuk është i kënaqshëm, nuk është favorizues. Nuk e dim se çka ndodh, efekti monopol apo nuk di se. Nuk di. Po edhe ka pas mi prodhim, po na është thonë që e gjithë sipërfaqja e tokës shqiptare me qenë mbjellur me këtë bimë ka treg të mirë dhe çmim të garantuar. Kështu na është thonë, nuk na ka dalë kështu arsyen, nuk mirë ne nuk e dim mirë.